Ju përshëndes nga bashkia Patosit, jemi këtu për problemin e Edmond Cenodemaj, i cili në vitin 1988 përfundon shkollën e mesme të bashkuar Lefter Talo për teknik nxjerrje nafte dhe gazi. E sot, pas më shumë se 35 viteve, kërkon që të marrë një vërtetim të shkollës së mesme të bashkuar dhe përballet me këtë lloj probleme. Unë jam në Greqi, për arsye pune më nevojitet dokumentin i përfundimit të arsimit të mesëm, të cilin unë kam mbaruar në vitin 1988 në shkollën e mesme të bashkuar Lefter Talo, Patos, Fier, dega nxjerrje nafte. E kam marrë në Shqipëri në muajin maj që të marrë vërtetimin e duhur dhe u paraqita te sekretaria e shkollës Gjimnazi Xhani Ciko, në të cilin janë arkivuar dokumentet e shkollës Lefter Talo, e cila është mbyllur. Nuk e morën parasysh fare të thënat që ka dëftesa dhe më thanë një vërtetim i cili nuk përfaqëson realitetin faktikisht që ka mbaruar, i cili është i pavlerë për atë që dua unë në Greqi. Më thonë që në librin e regjistrin e AMZ-s nuk shkruhet që është regjistri i shkollës Lefter Talo dhe nuk nxjerrin dot që është çfarë shkolle ka mbaruar profesional dhe çfarë profesioni. Duhet të ketë titull studimi, titull çfarë ke dalti nga kjo shkollë, domethënë, që ta bëjmë ekuivalentin, të thonë greqisht që ka mbaruar për teknik nafte. Jemi në gjimnazin Xhani Ciko. Në kohën që Edmondi ka përfunduar shkollën e mesme, kjo shkollë mbante emrin Lefter Talo. E në fakt të demonstron dhe deftesa e pjekurisë së tij, ku ka mbaruar shkollën e mesme teknike me shkëputje nga puna në specialitetin nxjerrje nafte e gazi. Ndërkohë, në vërtetimin që është pajisur në maj 2025, vërtetimi i fundit, në fakt arsimi i tij është në degën prodhim. Por lista notave, si dhe fotografia, sipas dëshmisë së qytetarit, është e njëjtë si kjo që ka në deftesën e pjekurisë të tërhequr nga universiteti që kishte nisur dhe që nuk e përfundoi. U takuam me drejtuesin e kësaj shkolle. Çfarë na thot ai? Në radhë të parë, në momentin që ju e keni marrë drejtimin e shkollës, përse amzat e shkollës së mesme të bashkuar kanë qenë këtu? Ke informacion? Sepse në një pjesë të tyre janë edhe nxënës që kanë mbaruar gjimnazin. Ajo është një amz e cila ka jo vetëm gjimnazin e përgjithshëm, por ka pas një shkollë e bashkuar. Po ta vësh, është gjimnazi Xhani Ciko Patos. Ka këtë shënimin që ka mbaruar në degën prodhim. Në kupton? Pra amza, në vija të përgjithshme dhe në atë që na tha zotëria, është një amz e cunguar, jo e plot. Personi ka ardhur këtu në fjalë, ka kërkuar një vërtetim. Dhe ne kemi pajisur me atë vërtetim identik siç është amza e tij. Madje personi ka qenë vetë prezent për të qenë ai qet me veten e tij, i kam hapur amzën përpara dhe ai ka parë vetë fille përprese se çfarë ka amza. Dhe unë nuk kam dieni se çfarë ka qenë shkolla më përpara dhe unë jam i detyruar sipas ligjit të arkivave të jap identik se çfarë përmban amza. Këto amza, a nuk janë nga të shkollës Lefter Talo? Sepse unë i kam thënë dhe personit në fjalë që as në fillimin e amzës, as në faqen e tij nuk ka një vull me emrin Lefter Talo. Nuk ka asnjë lloj indicie që unë të bindem që kjo ka qenë shkolla Lefter Talo. Prandaj unë atij i kam dhënë fill se çfarë ka amza, as më shumë dhe as më pak. Ndalojmë në zyrën vendore të arsimit parauniversitar Patos në lidhje me problemin që na shqetëson. Sipas Gojdanave, ka qenë shkollë e mesme e bashkuar, ku kanë qenë 3 profile: gjimnaz, naft, ka dhe pas dhe shkollë bujqësore. Dhe ne këtë e kemi parë tek amza, që në atë amz janë nxënës të gjimnazit, janë nxënës të teknikumit, po i them të naftës, edhe të bujqësores. Amza kur fillon nga ky numër amze, në këtë numër amze bëhet fjalë për këtë shkollë. Amza nuk e ka këtë element. Po si nuk e pas ka këtë element kjo amza? S'është gabimi im. Ja pra ku jemi. Jemi në këtë pikë që kjo amza që ekziston aty, nuk e ka se cilës shkolli i përket. Nuk e ka. Këtë element nuk e ka në faqen e parë të saj. Nga Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, përgjigjja është kthyer me shkrim qytetarit, ku në fakt është e njëjta gjë që na thuhet si nga shkolla, ashtu dhe nga zyra vendore e arsimit Patos. Nuk mundet të shkruhet asgjë më tepër nga ajo që ka të shkruar në amz. Në rastin konkret, duhet thënë që amza që administrohet nga shkolla Gjimnazi Xhani Ciko sot, ka i mangësit tepër të madhe, mungon emri i shkollës. Pasi, në atë kohë është quajtur shkolla e mesme bashkuar Lefter Talo, ku kemi edhe gjimnazin dhe shkollën bujqësore dhe shkollën teknike. E sot përballemi me këtë situatë, ku Edmondi nuk mund të marrë një vërtetim që t'i bëj punë për te kufive tanë, sepse amza është e cunguar. Zoti Mehmeti, ju kemi njohur me rastin që po trajton stop. Ju gjithmonë keni një kënd vështrim kritik, por që
në shumicën e rasteve ka rezultuar i vërtet. Cili është këndvështrimi, çfarë ka ndodhur me këtë rast në shkollën e mesme të bashkuar Lefter Talo dhe sot Zhani Ciko? Po, është rast i pa precedent. Për herë të parë dëgjoj që shkolla mban amzat në 40 vjet. Dhe thë shkolla duhet të kishte dorëzuar amzat me kohë. Shënimi që ka dhënë në amz është qesharak. E nuk thuhet në degën prodhim. Ku? E para njerë do specifikohet me të zezë se çfarë është. E dyta nuk ka deg prodhim. Për ta bërë më të lehtë për qytetarët, ky është plani mësimor. Unë kam kopjen e tij. Dal nga ministri Tefta Cami në 83-shin. Dhe thot zbatohet për herë parë në 83-shin. Dhe shikoni këtu me vëmendje, thot specialiteti, pra plan mësimor për shkollat e mesme me shkëputje nga puna, specialiteti 2 pika, pra duhet i thuaj specialiteti zotëris, që ai ka nxjerrje dhe prodhim nafte. Komenti juaj, zoti Mehmeti, në lidhje me amzën që nuk është specifikuar se kujt shkolli i përket? Amzat pastaj janë bërë në mënyrë të tillë që të japin sa më shumë, të japin mundësinë që të shpërndahet numri në sa më shumë qytetarë. Pra njëri t'ia japin për prodhim, tjetrit t'ia japin për nxjerrje, tjetrit t'ia japin për këtë me të njëjtën numër regjistri dhe amzi. Pra hapen arkivat, gjendet se shkolla e patosit çfarë drejtimi ka dhe i jepet, sepse nuk zgjidhet siç kemi thënë me gjyq. Se këta thonë me gjyq, në gjyq ne vërtetojmë që në 84-88 unë dhe ju kemi qenë në shkollë, po nuk zgjidhet specialiteti. Ministria e Arsimit duhet të urdhërojë një grup inspektimi të shkojë, të marrë këto letrat që kam unë, se i ka në ministri, dhe të shikoj pse nuk është zbatuar plani i ministrit në atë kohë, se nuk ka rëndësi ministri kush ka qenë. Zonja Tefta Cami, zonja Nikola apo zoti Tafaj. E rëndësishme është që shteti është shtet. Dhe kjo tregon që ne kemi institucione të dobta, i kemi dobësuar dhe kemi bërë kaq qesharake vetëm me një qëllim, të përfitojmë sa më shumë në mënyrë korruptive dhe abuzive.